Ju përshëndes të nderuar shikues nga studio e lajmeve në Blu Televizion. Si pas ndarjes së re territoriale, Bashkia e Selenicës do të bashkohet me Vlorën, por banorët e saj e kundërshtojnë pasi sipas tyre nuk mund të fshish nga harta një bashkie e cila në territorin e saj ka 47 fshatra dhe mijëra banor që jetojnë në to, ndërsa sipas tyre shkrirja me Vlorën do të sjellë vetëm vështirësi. Sipas ndarjes së re territoriale, Bashkia e Selenicës nuk do të ekzistojë më pasi do të bashkohet me Vlorën. Banorët e Selenicës e kundërshtojnë këtë vendim, duke thënë se shkrirja me Vlorën do të sjellë vetëm vështirësi. Sipas tyre, edhe për dokumentin më të thjeshtë do të duhet të udhëtojnë drejt qytetit bregdetar, ku jo çdo kush i ka mundësitë apo posedon një automjet. Sipas banorëve nuk mund të fshish nga harta një bashkie e cila në territorin e saj ka 47 fshatra dhe mijëra banor që jetojnë në to. Banorët e përshkruajnë Selenicën si një qytet historik, teksa thonë se largimi i bashkisë do të stimulojë më tepër braktisjen e zonës. Selenica iku, po edhe Cakrani iku, që Cakrani është më shumë banona Selenica. Tani partitë të kokat hanë me njëra tjetrën. Se shi drejt? Se në kone... Për neve? Po pëse të ngrijem unë këtu të vetën të pelen? Kur unë e kisha bashkin këtu, bashkia me madhe në Cakran ajo ka qenë. Edhe në kone Bektash Beut. E në kone Bektash Beut ka qenë bashkia Cakran, jo Levan. Pëse tani më mendoj për të rinj, mendoj për moshatar. Për një certifikata, po për pensionin, ti do vesh atje, do bredhë se bashkit si që kanë qenë tjenë. Po jo bej nemur Saliu edhe Rama bashkë. E para, kjo është me e vjetër Selenica dhe sa Vlorë. Selenica me kontribute, me miniera, ka pato 10.000 banorë këtu. Po nashi unë nuk e di si do funksionoj ajo. Unë jam kundër heqjes bashkisë tu. Mesazhi është kjo, Selenica duhet të jetë bashkim vete. Fillon që në Bolen, e del në Lakatun, e del në Malakastër, e del në Malakastër në Egër lartë, Kufiri. Po më pak dhe në qërë dhe bëjmë këtoj. Më pak dhe tërmish dhe në pak aja. Ca ka një njerëzit, ca po e ashtu ti që bërë më kejtë, nuk e di si të funksionoj që se do ndahet. Nuk e dim, ato se di, që më klasë do të po. Dash Selenicën me kontributet e vjetra, me i ka matur gjithë. Sera vide në Amerikën, në Francë, në drejkë, kone parë. Ja, do jedhim poshtë. Shumë të bërë. Unë jam pensionist, vetëm për një certifikat në lorë. Do mbyllen shumë dyqane, shumë lokale, shumë... Ato puna i dhja jure, aji bën si me ndonë aji. Spjet popullit. Spjet popullit. Po që do e bëjqardoj, po nuk kur s'na djonë që... Si të bëjqardoj, ti si e djonë ti? Je dakord ti bishë i bashkia? Ka që, tua jam kundër. Ta vërë që unë jam pensionist. Pjetat gjagjan ati. Po kemi halë, ati pjetat atë shkunë janë... Kondra, 1000%, sepse është një nga bashkit Selenica me territor më të madh nga. Po unë dhe këtu që është bashkia, ka probleme që me zi zgjidhen, jo më të vejnë Vlorë. Se Vlorë është qelbur për vete. Se kemi njerës. Në Vlorë është bëhet pastrim më, jo më këtu. Këtë vit pastroj Selenicën. Plus minierë që ikin me 10 makina me zhavor bituminos ose hymyr bituminos si që thonë tashi, se ne thoshim zhavor bituminos, edhe naftë, zonë naftë e gjitha. Bashkimet të ardhura. Përse heq, jam socialist 1000%. Nuk votoj më për Partinë Socialiste. Sa t'jem gjallë. Turpi më i madhe është që do heqin në Bashkinë e Selenicës. Se ka rrezik edhe në Kim, po të vesh, din në emrin e Selenicës, që ka Selenicë në Shqipëria. Ne më ke se ka rrezik do vemi fare të fundosë. Ne nuk na duan tani me këtë gjendje, s'kemi para si lloj investimi. Do me në qyteti më i prapambetur në gjithë Shqipërinë. Të kënë turp një merë ata që e votojnë për të hequr Selenicën. Por ne nuk mori investime me kajsa, do marim më mbrapa. Ta nuk kanë as turp, as cip. Ne jemi bërë pismën që porim këtu tani. Këta me këtë që po bëjnë, po thonë që largoni se nuk jetoni do të më. Po qa për ne, përse si ka më të vesh në një gjithë të ndodhë, ndrydhës dorën,
do vesh urgjent në Vlorë. Të shikosh këtu bashkinë nuk ka një storë, një çezm, një gjë. Një pallat kulture, një bibliotekë, një këndlojnë këtu është katastrofë. Është turpi më i madh. Që neve na thonë që ore na vjen të themi jemi nga Selenica, sa kam cop. Tu vend kur dëgjojmë mbrëm lajmin thonë, dhe këtë donim neve, tha, jemi gati të ikim ditë Sarosin. Po këtu kanë ngjerur betën brezi i tret, tu dalin 30 veta para dite, 15 veta mbas dite mbaroi Selenica. Dhe këta do ikën mbledhin mendjen. E të ri Rama atje me ata që ka atje, që ngren dorën, sa herë thot ai uleni, ngrinin dorën. Kaq. Është gabim. Është gabim për mendimin tim. Se unë jam vendali dhe ky është qyteti më i madh. Se do ikin. Sikur të vetën me emigrim do vetëm Vlorë. Kjo nuk ka vlen. Tash si e keni ju është tjetër punë. Janë dakord që të rri këtu bashkia. Po është qyteti i madh. Ka qenë dhe është i vjetë si qytet. Si bëhet tallë? Ta bëhen në kundra. Se nuk e bën dot për arsye se është popullata e madhe. Ky njihet si qytet. Nuk është se nuk njihet Selenica. Ka qenë qytet më parë. Ndarja territoriale bashkia e Selenicës nuk do të hiqi, se është gjithë kjo bashki e madhe fare. Është deri në Ramic. Janë 47 fshatra më ti vajzë. Që 47 fshatra, çfarë bëhet? Do bëjmë neve një qendër si dikur fshat, që ka ardhur gjyshi im këtu. Ja, do sjell përgjithësi se s'do ketë më siguri për shumë për që nga policia, që nga ushqellësi, që nga gjitha këto do heqin ata. Drejt Vlorës, në dokumenteve drejt Vlorës. Po si kemi mundësi, unë jam pensionist për vendin tim. Kam punuar mësues një jetë të tjerë 43 vjet edhe jam kundër kësaj ndarjes. Prandaj s'kam, nuk duhet asnjëherë, pavarësisht se PD-ja akoma s'ka bërë atë, s'ka dhënë mendimin e saj, e di unë, ta kundërshton. Ore unë jam individ, po të tjerë nuk e di çfarë do bëjnë tjetër, po unë jam individ që jam kundra. Selenica është një zonë e njohur për pasuritë e saj nëntoksore, por të ardhurat të cilat ndër vite janë nxjerrë nga minirat e bitumit dhe naftës, nuk janë përkthyer në investime. Qyteti, por edhe fshatrat janë prekur nga largimet masive të popullsisë, ku për shkak të kushteve të munguara, sot në zonë jetojnë më pak se 50% e banorëve që gjendeshin aty përpara vitit 2010. Edhe qytetarët e Patosit kanë kundërshtuar një zëri mundësinë që bashkia e tyre të preket nga riorganizimi i ri administrativ, duke ju bashkuar Fierit. Qyteti të naftës dhe intelektualve nuk meriton t'i preket identiteti dhe dinjiteti, kanë pohuar ata duke kërkuar nga qeveria që të heqë nga çdo plan që prek bashkinë e tyre. Qytetarët e Patosit kanë kundërshtuar një zëri mundësinë që bashkia e tyre të preket nga riorganizimi i ri administrativ, duke ju bashkuar Fierit. Qyteti të naftës dhe intelektualve nuk meriton t'i preket identiteti dhe dinjiteti, kanë pohuar ata duke kërkuar nga qeveria që të heqë dorë nga çdo plan që prek bashkinë e tyre. Absolutisht jo. Unë jam qytetari i vjetër i Patosit. Kam filluar punë 182 në Institutin e Naftës. Patosi ka patur institutin më të madh shkencor në Shqipëri. Ka patur 5800 intelektual. Ka patur mbante 50% të buxhetit të shtetit, që ha Edi Rama sot. Rama ka patur Patosi. Nuk e ka patur Roskoveci. Prandaj unë jam kundra asaj edhe nuk mund të bëj reformën, jam kundra edhe në qoftë se arrijet kjo që të bëj bashkimin, mos të vinë me këtu. Unë jam socialist i vjetër që në kohën e Fatosnanës. Me tesën me tëre. Në qoftë se ai bën bashkimin e Patosin me Fierin, mos të duken me këtu fare. Mos të vinë as kush. Pra ju konsideroni shkeli identiteti? Të tëra me. Ne kemi qenë qytetarë dhe më bënden. Qyteti Patosi thosh, nuk thoshin katullin e Patosit. Si ka? Si tjetë me mira le të bëhet? Nuk diskutohet, shteti, qeveria e din këtë punë, po për ne si qytetar, nuk thoni ishte më mirë këtu. Për ne. Po tani, si tjetë me mira? Jo, më mirë ishim këtu. Më mirë kishim këtu. Më mirë, pa diskutueshme jo. Bashkia duhet të ekzistojë dhe të ofrojë shërbime për qytetarët. Po është një bashki e madhe që si bie radha kur jo Patosit, po as rrethinave me fjalë këtu që të ofrojnë shërbime. Kështu që shekot. Kurdo.
Atëherë, ju si qytetari Patosit, si e shihni propozimin e Partisë Socialiste për riorganizimin e ri administrativ ku Patosi do t'i bashkohet Fierit? Ne si qytetar të Patosit, të themi të drejtën jemi të pakënaqur për shkëputjen e Patosit që bashkohet me Fierin. Sepse gjithë zona e Patosit është shumë e hapur. Dhe po ta marri Fieri nuk e përballon, sado fshatrat jemi ne, unë që jam në fshat atje, nuk pres në një gjës të vete në Fier me kaq kilometra të zgjidh një problem. Ne akoma edhe me Bashkinë e Patosit ka disa gjëra që jemi edhe të pakënaqur, sepse ka ca probleme që nuk e zgjidhin dot. Jo që qyteti Patosit gjithmonë ka qenë pro Partisë Socialiste. Dhe nuk e prisim ne qytetarët e Patosit na ndëshkon dhe Partia Socialiste kështu. Sipas tyre, çdo ndryshim i statusit administrativ të Patosit do të ndikonte negativisht në zhvillimin e qytetit dhe në përditshmërinë e tyre, pasi do t'i mbante larg shërbimeve. Të arsyeshme, ne do ngrijemi për certifikatave në Fier, e duam këtu, dhe ato tëra janë këtu në Bashkinë e Patosit. Për shembull jam i valid. Prezot na Fieri unë pas pata njëri të ditë, të duhet bashkia këtu të kesh. Kaq. Pra bëni apel për rishikim të kësaj reforme apo si? Po. Të jetë bashkia siç është këtu. Faleminderit. Faleminderit, shkohet Fierit. Ju si qytetar? Unë jam socialist, jam me qeverin, kam votuar për ta, edhe do votoj sa të ngjan me gjithë fisin tim. Kjo është gafa më e rëndë për mua. Pse? Bile jam dhe vend ndali këtu, dhe më papatem këtu ka qenë toka ime. Sepse Patosi është qenda më e fuqishme e natë industriale në Evropë. Edhe bashkë të Roskavezën, dhe është Basën, dhe është kooperativat që kanë qenë dikur e këtu, dhe është Patosin, kam respekt për Tiranë, kam respekt ata ballën e tërë ata tjerë, edhe deputetët tonë që janë të zëri fare. Mos a di unë, ama se ka vetë problem. Për mua është gafa më e rëndë. Për mua, është gabimi më i rëndë, shumë njerëz kam lafosur dhe jam bën pakënaqur. Bile jam preferoj shumë sa nuk e di, vetëm që votoj do të. Do të them apo. Që janë armitë e popullit. Unë kam babai nga luftuar. Edhe gjakun e babai sa poshtë. Ai kam ata vagabond hajtutë ata që prezan atje. Nxjerrin fjalë nga më të ndura nga goja që kemi pa në televizion. Ata që bëjnë ashtu protestë. Ata janë demokratë. Janë ata banditët e UDP-s të Antikurtit. Ata agentët e UDP-s asaj që të Maqedonisë. E kupton? Unë jam me partishmëri, jam adatar, dua zemën tim, këta ka vendin tim. Jeni me Partinë Socialiste, por nuk e pranoni këtë. Bile gafa më e rëndë. Edhe vetë socialistët, votues tradicional të Partisë Socialiste, i kanë konsideruar një gafë ndryshimet e parashikuara nga reforma e re territoriale. Fillim ngushti në gjykatën dhe prokurorin e Vlorës pritet të ulet ndjeshëm ritmi i punës. Gjyqet shtyen kalendari i seancave boshatise deri në shtator. Gjatë një interviste për Blu Televizion, kreu i dhomës së avokatisë Vlorë, Durim Bajrami, thotë se gjyqësori nuk duhet të jetë gjithnjë me pushime, pasi pasojat bien mbi qytetarin. Me hyrjen e muajit gusht në gjykatën dhe prokurorinë e Vlorës pritet të ulet ndjeshëm ritmi i punës. Gjyqet e zakonshme shtyhen kalendari i seancave boshatise dhe për shumë qytetar avokat e palë në procese, drejtësia duket sikur ul qepenin deri në shtator. Në sallat ku deri dje zhvilloheshin seanca gjatë gushtit mbeten kryesisht çështjet urgjente dhe ato që nuk mund të presin. Po si marrin pushimet gjyqtarët dhe prokurorët? Ligji u njeh magjistratëve 25 ditë punë leje vjetore. Pushimet mund të ndahen në disa periudha, por duhet i përfshinë në 3 javë të pandërprerja gjatë gushtit. Përveç rasteve kur nevojat e gjykatës ose prokurorisë kërkojnë vazhdimin e aktivitetit. Leja miratohet nga kryetari i gjykatës ose i prokurorisë. Ligji nuk shpjegon pse është zgjedhur pikërisht gushti. Në praktik, përqendrimi i lejeve në një periudhë synon të shmang mungesat e shpërndara gjatë gjithë vitit. Por kur gjyqtarët, prokurorë dhe avokatë pushojnë njëkohësisht, pasojën e ndjen qytetari, seanca të shtyra dhe pritje më të gjata. Atëre, për shkak të lejeve vjetore të pabëra nga gjyqtarët, Këshilli i lartë gjyqësor dhe Këshilli i lartë i prokurorisë se kanë organizuar që muaji gusht të jetë muaj pushimesh për sistemin gjyqësor në Shqipëri. Personalisht, unë kam shprehur mendimin tim dhe herë të tjera, unë jam kundra kësaj faktikisht, sepse mund të organizoj që pushimet vjetore, gjyqtarët dhe prokurorët i merrin sipas një kalendari
të organizuar nga vetë gjykatat apo nga KLG-ja që ky institucion të mos pushonte për një muaj, sepse për një muaj kalon në pushim total, pra gjykon vetëm masat e sigurisë, pra vetëm masat me karakter emergjent. Nuk e përjashtoj konstatimin tuaj si gazetar, gjithsesi ajo që duhet të sjell në vëmendjen tuaj është ajo çfarë është zyrtare. Pra, zyrtare është pushimi nga data 1 gusht deri në datën 31 gusht. Në datën 1 shtator është kthimi në punë dhe fillon puna zyrtarisht. Pastaj ajo është mënyra organizimit të vetë gjyqtarëve për të kur e pushojnë, kur e ndalojnë gjykimin dhe kur e fillojnë përsëri gjykimin. Shqipëria nuk është e vetmja. Në Itali afatet procedurale pezullën nga 1 deri në 31 gusht, por çështjet urgjente vazhdojnë. Në Greqi funksionojnë saksione verore për rastet që nuk presin. Në Malinezi, lejet merren kryesisht gjatë korrikut dhe gushtit, por kryetari duhet të lënë në detyrë mjaftueshëm gjyqtar dhe punonjës për çështjet urgjente. Problemi, pra nuk është e drejta e magjistratëve për pushim. Pyetja është, a duhet pushimi të kthehen në një muaj heshtje për qytetarët që presin drejtësi? Çmimet e naftës, benzinës, por edhe gazit të lëngshëm në arenën ndërkombëtare kanë pësuar një rënje të ndjeshme. Ndërkohë, në Vlorë nuk ka ndodhur kështu. Në pikat e shitjes së karburanteve konstatohet se çmimi i karburanteve është i njëjtë si javën që lan pas, i fiksuar prej ditësh në të njëjtat shifra. Tensionet në rënje në lindjen e mesme si dhe shpresa për paqe mes Iranit dhe SBA-s kanë reflektuar menjëherë në uljen e çmimit të hidrokarbureve. Çmimet e naftës, benzinës, por edhe gazit të lëngshëm kanë pësuar një rënje të ndjeshme. Krahasuar me javën e kaluar, sipas të dhënave, çmimet janë ulur me 20 deri në 25%. Por sa është reflektuar ulja e çmimit të naftës në pikat e shitjes së karburanteve në qytetin bregdetar të Vlorës. Blu Televizion ka bërë përgjatë kësaj të endeje një vëzhgim në qytet, ku konstatohet se çmimi i karburanteve është i njëjtë si javën që lan pas, i fiksuar prej ditësh në të njëjtat shifra. Asnjë reflektim në qytetin e Vlorës për uljen e çmimit të naftës, benzinës dhe gazit. Megjithëse në bursat të ndërkombëtare çmimet sigurisht kanë pësuar një ulje edhe për shkak të tensioneve në rënje në lindjen e mesme. Ndërsa në momentin që çmimet rriten, këto reflektohen menjëherë në Vlorë. Kur ato ulen, sigurisht në qytet nuk ka asnjë ulje të vetme. Nafta sot tregtohet me çmimin 206 lek për litër, ndërsa benzina me 189 lek për litër. Gazi i lëngshëm tregtohet me çmimin 69 lek për litër. Pikat e shpërndarjes së karburanteve në këtë çmim të njëjtë janë dakordsur të shesin hidrokarburet. Të gjitha pikat e karburanteve në qytet çmimet i kanë të njëjta. Pavarësisht se në bursë çmimi është ulur, në Vlorë nuk ka asnjë reflektim, ndërsa për fat të keq kur çmimet në bursa ndërkombëtare ngrihen, në qytet reflektojnë brenda orës. Qeveria ka përgatitur një projekt vendim që vendos rregulla të reja për shënjimin, gjurmimin dhe monitorimin e nën produkteve të naftës, me synim forcimin e kontrollit mbi tregun e karburanteve. Qeveria ka përgatitur një projekt vendim që vendos rregulla të reja për shënjimin, gjurmimin dhe monitorimin e nën produkteve të naftës, me synim forcimin e kontrollit mbi tregun e karburanteve, luftën kundër evazionit fiskal dhe garantimin e pagesës së akcizës. Projekti akti parashikon që nafta dhe benzina përpara se të hidhen në qarkullim të lirë, të nënshtrojnë detyrimisht një procesi shënjimi me një substancë të posaçme, e cila do të mundësojë identifikimin dhe gjurmimin e tyre përgjatë gjithë zinxhirit të furnizimit. Subjektet e detyruara, të gjitha subjektet që tregtojnë, importojnë, shpërndajnë, transportojnë, magazinojnë, prodhojnë, rafinojnë ose kryejnë çdo aktivitet tjetër tregtar me produktet e shënjimit që janë të detyruara të paguajnë detyrimet fiskale për këto produkte dhe të kërkojnë kryerjen e shërbimit sipas kuadrit ligjor në fuqi dhe këtij vendimi, thuhet në projekt vendim. Projekt akti ndërkohë ndalon tregtimin, importimin, transportimin apo magazinimin e karburanteve që nuk përmbajnë shënjuesin zyrtar, si dhe çdo ndërhyrje në pajisjet apo teknologjinë e përdorur për procesin e shënjimit dhe të monitorimit. Regjimi i ri do të nisë të zbatohet pas një periudhe implementimi prej 6 muajsh nga hyrja në fuqi e vendimit. Pas kësaj periudhe, asnjë produkt që i nënshtrohet shënjimit nuk do të mund të importohet, tregtohet apo transportohet, si dhe të hidhet në treg pa kaluar më parë procesin e shënjimit dhe monitorimit. Nga karburantet e drithrat e deri te kushimet e pagetuara, sa herë që bizneset përballen me rritje kostosh, efekti reflektohet menjëherë në çmimet që paguajnë konsumatorët. Sipas ekspertëve, forcimi i lekut aktualisht nuk është përkthyer në ulje të ndjeshme të çmimeve.
Nga karburantet e drithrat zërcavatet e deri te ushqimet e paketuara, sa herë që bizneset përballen me rritje kostosh, efekti reflektohet pothuajse menjëherë në çmimet që paguajnë konsumatorët. Por kur kostot ulen, i njëjti reflektim shpesh mungon. Një nga shembujt më të qartë është forcimi i lekut, i cili nuk është përkthyer në ulje të ndjeshme të çmimeve të mallrave të importuara. Sipas ekspertëve, forcimi i monedhës vendase duhet të krijojë hapësira për rishikimin e çmimeve, sidomos për produktet e importit. Kur kjo nuk ndodh, lind nevoja për të analizuar nëse tregu funksionon me konkurrencë të mjaftueshme, apo nëse marzhet e fitimit po zgjerohen përtej asaj që diktojnë kostot reale, sipas ekspertëve. Ekspertët vlerësojnë se Shqipëria ende nuk ka instrumente të mjaftueshme për të parandaluar shtrembërimet në formimin e çmimeve. Përtej rolit të autoritetit konkurrencës kërkohet një monitorim aktiv i tregjeve dhe më shumë transparencë për mënyrën se si përcaktohen çmimet nga importi deri tek shitja me pakicë. Sa më transparent të jetë tregu dhe sa më fort konkurrenca, aq më vështirë bëhet mbajtja artificiale e çmimeve në nivele të larta. Për këtë arsye institucionet duhet të krijojnë kushte, sipas ekspertëve, që tregu të bëhet rregullohet përmes konkurrencës dhe jo të dominohet nga pak operator. Pavarësisht pasigurive të krijuara nga zhvillimet gjeopolitike dhe tensionet në tregjet ndërkombëtare gjatë këtij viti, ekspertët vlerësojnë se konsumatorët shqiptar duhet të kishin përfituar më shumë nga efekti pozitiv i forcimit të lekut, veçanërisht për produktet që varen nga importi. Kjo ka qenë dhe një kërkesë e vazhdueshme në edicionet tona informative, në kronikat problemore, pikërisht si kërkesë e qytetarëve. Një automjet është përfshirë nga flakët pas ditën e sejntes në fshatin Novosel të Vlorës. Ngjarja ka ndodhur teksa mjeti ishte në lëvizje, ndërsa drejtuesi i automjetit ka konstatuar flakët dhe ka arritur të dalë menjëherë prej tij. Një automjet është përfshirë nga flakët pas ditën e njëjtë në fshatin Novosel të Vlorës. Ngjarja ka ndodhur teksa mjeti ishte në lëvizje, ndërsa drejtuesi i automjetit ka konstatuar flakët dhe ka arritur të dalë menjëherë prej tij. Fatmirësisht drejtuesi nuk ka pësuar dëmtime, ndërsa në pak çaste zjarri është përhapur në të gjithë automjetin. Flakët kanë shkaktuar dëme të mëdha materiale, duke shkrumbuar mjetin pothuajse tërësisht. Pas marrjes së njoftimit drejt vendngjarjes u nisën forcat zjarrfikse nga Vlora. Efektivët ndërhyn për të bërë të mundur shuarjen e flakëve dhe për të parandaluar përhapjen e zjarrit në zonën përreth. Në vendngjarje mbritën më pas dhe shërbimet e policisë së Vlorës së bashku me grupin hetimor. Përgjatë ndërhyrjes është bërë mundur sigurimi i zonës, ndërsa ka nisur verifikimet për të përcaktuar rrethanat dhe shkakun e zjarrit. Nga të dhënat paraprake dyshohet se shkaki i zjarrit mund të ketë qenë një defekt apo shkëndijë elektrike në sistemin e automjetit. Megjithatë, kjo mbetet ende një pistë paraprake dhe pritet të përcaktohet nga ekspertiza dhe hetimet e grupit hetimor. Djegja e automjetit ka shkaktuar alarm të banorët dhe personat që ndodheshin pranë zonës, ndërsa ndërhyrja e shpejtë e forcave zjarrfikse ka bërë të mundur neutralizimin e flakëve. Policia ka nisur dokumentimin e plotë të ngjarjes, ndërsa priten përfundimet e hetimeve për të përcaktuar në mënyrë të saktë shkakun që çoi në përfshirjen e automjetit nga flakët. 2 persona janë arrestuar nga policia e Vlorës pasi u kapën duke tentuar të hapnin derën e një banese në lagjen Bashkimi me qëllim vjedhje. Nga verifikimet rezultoi se ata kishin kthyer masën e sigurisë arrest në shtëpi, të vendosur për veprën penale vjedhja. Thyen masën e sigurisë arrest në shtëpi dhe shkuan nga Tirana në Vlorë për të kryer vjedhje, kapen në flagrancë nga policia teksa tentonin të hapnin derën e një banese. Vihen në pranga 2 shtetasi, të 2 me precedent të theksuar penal për vjedhje, të cilat ishin me masën e sigurisë arrest në shtëpi të caktuar për të njëjtën vepër penale. Sekuestrojnë pajisje të posaçme për hapjen e bravave dhe kasafortave. Shërbimet e komisariatit të policisë Vlorë, bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative për 2 shtetas që dyshohej se kryenin vjedhje në banesa, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar Again. Si rezultati i operacionit u arrestuan në flagrancë shtetasit AG 48 vjeç dhe AH 46 vjeç, të 2 banues në Tiranë. Këta shtetas u kapën në flagrancë nga shërbimet e policisë në momentin që me pajisje të posaçme po tentonin të hapnin derën e një banese në lagjen Bashkimi me qëllim vjedhje. Nga verifikimet rezultoi se të 2 kishin thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi të caktuar për veprën penale vjedhja dhe ishin vendosur nga Tirana në Vlorë për të vjuar veprimtarinë e tyre kriminale. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan pajisje të ndryshme për hapjen e bravave dhe kasafortave, automjetit i Mercedes-Benz që përdoren nga autorë si dhe 2 celular. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë për vepra penale vjedhja mbetur në tentativë dhe largimit të burgosurit nga vendi i qëndrimit.
Drejtuesi një gomoneje në gjirin e hartës në Ksamil është gjobitur me 500.000 lek, pasi rrezikoi pushuesi duke lundruar në hapësirën e rezervuar për ta. Veç ndëshkimit në gjob, policia kufitare ka bllokuar edhe gomonen. Shkeli me gomone perimetrin e sigurisë detare në zonën e gjirit të hartës në Ksamil duke lundruar brenda hapësirës së rezervuar për pushuesit me rrezik të drejtë për drejtë për jetën dhe sigurinë e tyre, por u filmuan nga qytetarët dhe u denoncua menjëherë në policinë e shtetit. Reagimi menjëhershëm i policisë kufitare dhe njësisë policore detare çoni identifikimin e drejtuesit, bllokimin e mjetit lundrues tip gomone dhe ndëshkimin e drejtuesit të tij me gjob 500.000 lekë të rinj. Policia kufitare u bën thirrje të gjithë drejtuesve të mjeteve lundruese të respektojnë me rigorozitet perimetrin e sigurisë së plazheve dhe rregullat e lundrimit. Çdo shkelje që cënon jetën dhe sigurinë e pushuesve do të konstatohet dhe do të ndëshkohet me masat e parashikuara nga legjislacioni në fuqi. Shërbimet e policisë kufitare vijojnë kontrollet intensive në të gjithë zonat bregdetare, me synim garantimin e sigurisë së pushuesve gjatë sezonit turistik. Policia e shtetit falenderoj qytetarët dhe pushuesit për bashkëpunimin dhe denoncimet e tyre, të cilat mundësojnë reagim të shpejtë ndaj çdo shkeljeje që rrezikon jetën dhe sigurinë në plazhe. Senati i Shteteve të Bashkuara ka miratuar një rezolutë që autorizon shqyrtimin dhe votimin në blok të 74 emërimeve të administratës amerikane, duke japur rrugën kandidaturës së Eric Wendt për ambasador në Shqipëri. Senati i Shteteve të Bashkuara ka miratuar një rezolutë që autorizon shqyrtimin dhe votimin në blok të 74 emërimeve të administratës amerikane në kalendarin ekzekutiv, përfshirë kandidaturën e Eric Wendt për ambasador të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Rezoluta u miratua të njëjtën me 50 vota pro dhe 47 kundër sipas vijave partijake, ndërsa 3 senator abstenuan nga votimi. Lista e emërimeve të përfshira në rezolutë përfshin dhe Eric Wendt, i nominuar për pozicionin e ambasadorit i jashtëzakonshëm dhe fuqi plot të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Shqipërisë. Megjithatë, miratimi i rezolutës nuk përbën konfirmimin e tij si ambasador. Rezoluta është e natyrës procedurale dhe jep Senatit mundësinë të shqyrtojë dhe votojë për këto emërime së bashku, në vend që secili prej tyre të trajtohet veçmas. Nëse kandidatura e tij miratohet, Wendt do të bëhet ambasador i parë i SBA-ve në Tiranë pas largimit të Yuri Kim në qershor 2023, që atëherë ambasada është drejtuar nga të ngarkuarit me punë, ndërsa emërimet e mëvonshme nuk arritën të finalizoheshin. Mungesa e një ambasadori me kohë të plotë për një periudhë kaq të gjatë është parë nga shumë vëzhgues si një periudhë në të cilën ndikimi drejt për drejt diplomatik amerikan në politikën shqiptare ka qenë më i kufizuar. Në këtë kontekst, emërimi një figure me profil të lartë ushtarak dhe përvojë në strukturat e NATO-s shihet si një sinjal se Washingtoni synon të rrisë angazhimin e tij në Shqipëri. Të nderuar shikues, kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.